Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë mbrëma, shikues të nderuar të televizionit Arbëria. Mirë se erdhët në emisionin e radhës. Kosova të dielën do t'ju drejtohet, apo qytetarët e Kosovës do t'ju drejtohen kutive të votimit në raundën e dytë të zgjedhjeve lokale në balotazh. Po ashtu nga 9 shkurti, Kosova ende pa institucione qendrore. Pritet të merë mandatin si kryetari i qeverisë së Kosovës, Glauk Konjusa, i cili u propozua nga lëvizja vetëvendose. Këto janë dy temat të cilat sonte do t'i trajtojmë me publicistin Bajram Kabashi. Përshëndetje zoti Kabashi. Faleminderit që jeni këtu jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit. Si e keni fushatën zgjedhore të këtyre ditëve për balotazh, për zgjedhjet e 9 nëntorit, ku të dielën qytetarët do t'ju drejtohen kutive të votimit edhe një herë në komunat ku kanë mbetur në balotazh. Po shpresoj se do të kalojnë disa probleme që ishin shumë të theksuara në periudhën e kaluar. Unë besoj shumë që elektorati gjithnjë më shumë do të jetë një elektorat racional i cili do t'i voton ata që mendon se janë më të mirë, më të përshtatshëm dhe i kryejnë më shumë detyrat konform Konstitutës së Republikës Kosovës. Mendimi im është që pavarësisht se kush vjen pushtetin lokal tashti, të mos bëhet asnjë lëshim në kuptimin e respektit të drejta dhe lirive njerëzore dhe se të gjithë banorët e Kosovës të trajtohen njësoj pavarësisht përkatësisë së tyre etnike. Ka pasur koalicione në periudhën prej zgjedhjeve deri në balotazh, ka pasur koalicione të cilat kanë zgjuar reagime të opinionit publik për faktin që në njërin anë në aspektin qendror është sulmuar Albin Kurti, ose nga vetëvendosja janë sulmuar ato, po në rrafshin lokal kemi pa koalicione. Si i keni pa, kanë qenë të natyrshme këto koalicione? Po shikon, mendoj se ky tranzicioni që po ndodh në Kosovë po shkon shumë ngadalshëm. Edhe besoj që ajo që e pengon Kosovën është një farë ta quaj unë ashtu. Unë më shumë i shoh nga perspektiva e një personi që është ka qenë i mërguar. Më shumë i shoh si një ngujim. Një ngujim i botkuptimeve të njerëzve këtu, edhe politike kuptohet. Unë mendimi im është që nuk duhet të vihet në pushtet në mënyrën të sforcuar dhe në mënyrën që të përdoret në një fjalor për shembull i cili nuk i përket askujt, një fjalor që e zgjon mërin apo që i shqetëson të tjerët. Një person që do të pretendon të jetë në një post të caktuar, ai duhet të ketë fjalorin sa më të butë dhe vetëm veprat duhet të jenë të forta edhe në favor të vendit. A është narracioni i subjekteve politike, kryesisht i liderëve të subjekteve politike që po e bën gjatë fushatës më pas të distancohen ose të largohen subjektet mes vete? Problem është se ky narracion është i ashpër edhe sidomos dallon nga partia në parti, edhe secila parti ka vokabularin e vet, i cili është shpeshherë i ashpër dhe i cili nuk krijon në një farë mënyrë ura të bashkëpunimit mes të partive politike dhe i acaron ato, i acaron elektoratin, i acaron zellësit dhe ata në një farë mënyrë mbesin të hutuar se kënd duhet ta votojnë në kuptimin më racional fjalës. Zoti Kabashi, si keni pa koalicionet edhe cilat janë opinionet e juaja lidhur me zgjedhjet e balotazhit të dielës? Po nisim nga Prishtina. Po. Çfarë rezultate presni të ketë Prishtina dhe cilat janë pritjet e juaja në kryeqytet? Po, unë jam mërisht ashtu, kështu që do të isha mundu me u kursy pak, se nuk e kam informatën e plot për atë që ishte domethënë kryetari i komunës së Prishtinës. Për Barim Ramën? Për Barim Ramën, as për këtë... Herlaçekun. Po, duke kam informatat e plota, por unë mendoj se është elektorati ai që vendos se kush ka bo ma shumë për te. Dhe është elektorati ai që jep votën atij që mendon se është më i mirë për te.
Unë shpresoj që kësaj të diele balotazhi të jetë një balotazh i menuar mirë dhe se njerëzit nuk do të shkojnë përmendesh të kutitë e votimit. Zgjedhjet lokale duket që kanë me marrë epilog dhe kanë shkuar në atë formën që në bazë të afateve kohore janë të përcaktuara dhe e diela përfundon procesin, nëse do të ketë ankesë dhe do të certifikohen edhe këta kandidatët në 18 komuna të Kosovës që kanë mbetur. Ku e shihni garën si më të nxehtë në komunat e Kosovës? Unë mendoj se gara më e nxehtë do të jetë në komunën e Mitrovicës, mendoj unë. Në mes dy kandidatëve që cilët janë me votat shumë afër njëri tjetrit. E tash të shohim se si do të veproj elektorati dhe në kënd do të ketë më shumë besim këtë diele. Unë nuk du me thonë, atë menimin tim se kënd unë e preferoj, por unë jam për atë që të vazhdohet me konsolidimin e shtetësisë Kosovës në çdo pjesë të Kosovës dhe që njerëzit të trajtohen njësoj pavarësisht se ata janë serb apo janë shqiptar apo çka janë ata, edhe simbolet e shtetit Kosovës të jetë të pranishme kudo. Unë nuk jam i pajtimit me disa analistë të cilët thonë se nëse vjen pushtet lista serbe atëherë i kthehet gjendja më parë. Kjo nuk është e mundshme në një shtet serioz, në një shtet juridik, kjo është e pamundshme. Lista serbe është një parti e Kosovës, pavarësisht se çka thuhet, se çka shkruhet, se çka flitet, ajo duhet të respektoj ligjet e Kosovës dhe nuk po them se flamuri shqiptar nuk ka nevojë të valvitet, por në komunat e pjesën veriore të vendit duhet flamuri i Kosovës gjithmonë të jetë i pranishëm aty, edhe policia e Kosovës të mos ketë asnjë problem me qytetarët kudo qofshin ata. Një reagim mbrëm ka qenë i opinionit publik në rrjetet sociale, ku ekzekutimi i 100 eurove për student, 3 ditë para votimit, dhe secili student nga një mesazh nga qeveria e Kosovës, urime viti akademik, po flasëm për nëntor, viti akademik ka filluar në shtator, 15 shtator, 1 tetor ka qenë fillimi dhe ekzekutimi 100 euro. Shumë kush ka ngrit dilema që kjo është blerje e votës nga studentët dhe si e shihni ju, zoti Kabashi, këtë veprim të qeverisë? Unë nuk mendoj se është mirë të blehet respekti askujt për askënd. Elektorati duhet të jetë një elektorat logjik, i cili mendon mirë, i peshon mirë gjërat dhe i cili e voton atë që ja merr mendja. Edhe kështu për shembull nëse janë dërguar, nëse është kjo vërtet, unë e kam lexuar diçka, po nuk jam bashkë i sigurt. Nëse kjo është e vërtet se studentëve janë dhënë mutashti nga 100 euro diçka. Pikërisht dje janë ekzekutuar. Nuk peshosh diçka të arsyeshme dhe unë më shumë pesho kurdo që i ka qua të pare, kurdo që i ka dërgua të pare, është një lloj blemje e respektit në farë mënyre me votu dikën që përmes pareve, që nuk janë ku me ditë çfarë pare është ato. Zoti Kabashi, ndodh në vendet perëndimore? Jo, nuk ndodhin këto gjëra. Po të ndodhë çfarë do të... Unë nuk më kujtohet kurrë që kanë ndodhur gjëra të tilla. Absolutisht kurrë. Edhe çat moment si bëhen zgjedhjet në mbrëmje jepen rezultatet dhe nuk ka problem. Edhe analistët për fat keq, për fat të mirë nuk bërtasin që bërtasin këto. Një element tjetër të cilin e kemi vrejtur në këtë kohë para balotazhit ka qenë edhe disa veprime të qeverisë Kurti në detyrë kur pretendonte që të rriten pensionet. Po ashtu edhe paga minimale dhe disa beneficione për disa kategori të ndryshme të qytetarëve pikërisht para zgjedhjeve dhe në kohën që pritet prapë qytetarët të drejtohen në dhjetor zgjedhjeve të përgjithshme. Unë mendoj se nuk duhet me lujt, nuk është mirë me lujt nëse kjo është e vërtet me gjendjen e rëndë që e kanë shumë kategori të njerëzve këtu në Kosovë, për shembull me pensionistat që unë aq sa kam informata i kanë disa rruga shumë tulta, edhe të luhet me ta, për shembull, jo do të rriten, jo do të rriten, unë mendoj se nuk është koha. Gjithmonë duhet mendohet për me rrit standardin e jetës, po jo në prag të fushatave të caktuara elektorale. Me 9 nëntor, qytetari do të drejtohet kutive të votimit dhe do të shohim rezultatet në të gjitha komuna. Por Kosova ka mbetur peng, apo
procesi i formimit të institucioneve që nga 9 shkurti i këtij viti, pothuajse i tërë viti, në proces zgjedhor dhe në proces të formimit të institucioneve. Kosova ende pa institucione funksionale. Për fat keq këto i kom përcjell dhe nuk i kom përcjell me një shqetësim, pavarësisht se isha larg edhe nuk vore jeta ime prej këtyre zgjedhjeve. Është larg, është një kohë shumë e humbur, një kohë pa asnjë nevojë që humbet, por unë mendoj se nuk duhet të thirremi, duhet të ikim sa më tjetë e mundshme fjalori Tiranë, nga kushdo qoftë. Nuk ka të drejtë askush ta cënoj apo nderin apo që më thonë të flasë diçka keq për një parti tjetër apo partia tjetër për partinë tjetër, edhe tash kjo nuk shkon, nuk qen kurkun, se mas pari nëse ne nisemi, jo ka thonë kështu dhe ka thonë ashtu, atëherë kur vendi nuk stabilizohet. Kështu që duhet organet përkatëse të veprojnë konform ligjet dhe kushdo qoftë ai që përdor fjalorin jo përkatës, ai të merr përgjegjësinë e caktuar dhe të mos i bjen nërmen më kur me fyt dikon në kuptimin e një parti apo çka po diun. Mandatari i parë për qeveri ishte Albin Kurti. Nuk arriti të merrte votat. Më pas në përgjegjësinë e saj presidenti i vendit dha mandatin mandatarit të dytë nga lëvizja vetëvendose zotit Konjufca. Si e keni pa këtë veprim të presidentes? Po shika tash me nis tash me këshyrë se çka thonë partit tjera nuk është veprim i mirë, apo kupton, por unë mendoj se këto janë zgjedhje të përkohshme, këto unë e di, këto në prill. Ju ka lënë afati, kështu që është mirë me u zgjedh dikush, se janë shumë obligime që duhet të kryhen. Jo pagat e ku ta di unë që e majnë peng, jo vetëm individët të caktuar, po edhe krejt shtetin e majnë peng. Zotë Kapashe, e kom përsërit edhe në disa biseda me mësaferë të tjerë, si mund të jetë e pranueshme kur vetë këtu subjekte politike, këta akter politik, e kanë zvarritur procesin deri më tani, dhe pikërisht këta akter politik dhe këto subjekte politike, liderët e subjekte politike dhe këta politikanë, sot dalin nëpër media, nëpër televizione, edhe deklarojnë që qytetari do të mbetet pa paga, pa buxhet. Ku janë vetë këta ata që e kanë zvarrit nga prilli deri më tani. Për fat keq, kjo është një lloj kërcënimi ndaj njerëzve. Është një kërcënim shumë i rrezikshëm, shumë jo human ndaj njerëzve që tua përmendesh pagat, të mos i marrin pagat, për shembull, është e dhëmshme. Unë e pava një grevë të djeshme të punëtorëve të televizionit Prishtinës, edhe besoj fatin e tyre do ta përjetojnë edhe disa komuna tjera, qoftë ajo çapo di unë, po më duket në Berit vendit apo në komunë këtu në pjesën qendrore të vendit. Kështu është, domethënë, këto janë lojna shumë të rrezikshme që e dëmtojnë jetën e njerëzve këtu dhe e bëjnë të pashpresë edhe nuk e lën njeriu që të mendoj për fatin e vet në vendin e vet. Mendoni që do të kemë qeveri Konjufca tani? Unë po të them, kisha pas dëshirë të ketë një qeveri deri në prill. Edhe në prill të zgjedhë qeveria që duhet më zgjedhë. A duhet të ketë, a mund të ketë qeveri pa bashk qeverisje? A mund në këtë rast që ka ndalur numër? Unë mendoj se jeta është kompromis. Tash nuk duhet të mendojmë na çështën e, por këta duhet të bëjnë një kompromis për hir të vendit, të gjitha partitë. Të gjitha, edhe LDK-ja, edhe PDK-ja, edhe vetëvendosja, edhe të jenë të më thonë të sjellshme, të jenë të mirë ndaj njëra tjetrës dhe të mos i sjellin vendit në një problem i cili, se kjo është një vend i vogël, kur kush nuk po don me kuptu këtë punë. Edhe nuk e kem luksin na me bë gjithë këtë farë zvarritje, gjithë këtë farë poshtrimi të njerëzve. Kjo është poshtrim i njerëzve. Për shembull, nëse njerëzit nuk i kanë pagat e caktuara, nëse njerëzit ton kohën menojnë se kush do të zgjedhet qeveri, se kush do të jetë ky, kush do të jetë ai, është një dëm që kam i kushtu ardhmërisë këtij vendi, njerëzve të këtij vendi. Secili subjekt akuzon njëri tjetrin që për nivel të përgjegjësisë. Partitë ish opozitare që kanë qenë thonë që përgjegjësia i bën qeverisë fituese, qeverisë së parë e cila ka fituar shumicën e deputetëve dhe mandateve. Partia parë akuzon
partitë ish opozitare pse s'po votohen, qeveria dhe institucionet. Ku është ju përgjithësi në këtë drejtim? Problemi është tek kompromisi. Këta duhet të bëjnë një kompromis me njëri Kujt i tjetrin. bie të bën më shumë Mas kompromis? shumë të është këta që janë në opozitë. Këta duhet mas shumë të bëjnë kompromis, por edhe tjerët. Edhe PDK, edhe LDK. Duhet trija këto parti që janë më të mëdha në vend të bëjnë kompromise. Nëse s'bëjnë kompromise, në nuk shoh në zgjidhje. Zoti Gaboshi, një nga faktorët e politikës vendore këtu në Kosovë është edhe diaspora. Ju jetani edhe jashtë, edhe shohim një entuziazëm dhe një votues, një elektorat nga diaspora në Kosovë. Si e shihni këtë elektorat? Edhe a është në rregull njerëzit që jetojnë në një pagë të dinjitetshme, me një jetë solide në vendet perëndimore, të përcaktojnë fatin e qytetarëve të Kosovës në politikë, të cilët përballen me vështirësi jetësore gjatë këtyre. Unë mendoj se po thash njeri nuk mundet menimet e veta. Po japim opinione. Unë mendoj se e kanë gabim këta që votojnë këtu, se për me votu këtu duhet me qenë rezident këtu, duhet me qenë me përjetu të mirat dhe këqijat e këtij vendi. Unë për veti më kanë thonë a ke ardhur me votu për shembull. Po unë s'kam ardhur me votu, unë nuk më vjen mirë që e vërej gjithë këtë zvarritje, gjithë kotësi, gjithë këtë grindje, apo kupton. Por nuk kam ardhur me votu, kështu që për mua është gjetja një kompromis është shumë e rëndësishme në këtë rast, edhe duhet me ju shmong fjalorit tonë, të gjithë duhet me ju shmong, të gjitha partitë politike, nëse dojmë me përparua dhe nëse dojmë me stabilizu këtë vend vogël. A dhe dashuria apo ndjenja e dashurisë për atë nga larg ekziston. Po përjetimi me jetën e përditshme nga jashtë nuk ekziston. Për faktin se nuk përballet qytetari i cili jeton në Zvicër, në Gjermani apo në shtetet skandinave me mungesë të rrymës, të ujit. Edhe këto vështirësi të plot tjera që përballet Kosova. Dhe në njërin anë është ai që përcakton. Mu më vjen keq, unë nuk muj me fol për tjerët, unë flas veç për veten. Mu më vjen keq, unë nuk kam qef që me standardin tëm që e kam pasur në Norvegji për shembull të ndikoj në jetën këtu. Unë nuk du me thonë, pavarësisht se unë e di kënë e çmoj për diçka, por nuk du me thonë se domthonë përpjekjet e mia janë në këtë drejtim, edhe unë kam me çdo qef, me çdo kush me fitu. Kjo është me rëndësi. Me rëndësi është të fitojnë ai që menon elektorati se ja vlen të fitoj, edhe që të mos bëhen shime në trajtimin e njerëzve. Njerëzit duhet mu trajtu barabartësisht, edhe nuk duhet mu kthy të kaluamën 25 vjet që i kem pas, për shembull mos me respektu ligjet e Kosovës, cilla do qoftë ajo pakica apo shumica, kur që duhet me trajtu, duhet me respektu vendin e vet, kështu në këto rrethona që i kemi. Apo thënë Kosova është shtet edhe serbët nuk kanë më nevojë, nuk kanë jo vetëm nevojë, po është e padrejtë nëse krejt Kosova menon gjithë kohën, a mos e kanë ndërmen ata me bo ndonjë problem, a mos e kanë ndërmen ata me qenë jo lojal ndaj vendit e tjera, siç ishte edhe rasti për shembull kur Serbia nuk i lën me u integru qytetarët këtu dhe ata që integrohen në shoqërinë kosovare, ose i plagos, ose këshirë me i kidnapu, edhe si ke rasti ati serbit. Unë për vete, shoqëria e Kosovës du të bëj shumë për ta, edhe jo vetëm institucionet e Kosovës, por edhe institucionet ndërkombëtare. Ajo është një qytetar i Kosovës për të cilin as që duhet të menojmë se çfarë përkatësie kombëtare ka, por ai nuk ka drejt askush ta plagos dhe ta merr sa ajo është i kidnapuar edhe ta çaj Serbi të plagosur. So, a ka kosta, a ka çmim? Kjo zvarritje formimit të institucioneve. Tani pritet që mund të ketë zgjedhje në fund të dhjetorit ose në pranverë. Cili është çmimi? Si e shihni si publicist, si opinionist? Çmimi është shumë i lartë, shumë i rënë është për qytetarin këtu, është me të thonë drejtën, për mua jo, po për qytetarin e këtuit po. Se unë edhe kështu muj me jetu këtu, po unë nuk jetoj nuk i vari shpresat në atë që në diçka këtu. I kam mundësitë e mia dhe veproj në bazë mundësive të mia, në bazë asaj që kam vetë. Por për shembull njerëzit këtu nuk është mirë me shpresa dhe nuk është mirë me askush, nuk është mirë me shit
demagogji sociale ndaj njerëzve që do t'i bën kështu, do t'i bën ashtu, po duhet veç ato që i kemë mundësi të mi bë, ato do t'i bë, duhet të gjithë ta dimë se Kosova është e vogël, se ne duhet të arrijmë Kosovën dhe duhet jem unik, human, edhe të mos acarojmë gjendjen tu i fyt tjetrin, tu i thonë një shprehje që nuk i ka hije dikujt, që e manë me ndikush, e tjera, e tjera. E thatë demagogji sociale. Kush pushet demagogji sociale? Po, për fat keq, unë i kom përqill pe mas luftës, i kom përqill as sa kom pas mundësi. Demagogji sociale kanë botë të gjithë, për fat keq. Për fat keq. Të gjithë. Të gjithë. Çfarë i duhet Kosovës, zoti Kabashi? Kosovës i duhet drejtësi. Drejtësi, respektim i ligjit dhe politikanët mos mendojnë që janë mirë shtetin, mirë popullin, se edhe ata për që po di unë njësa mas desri, i gjenë dikush dhe i dënon për një veprimtari antiligjore apo antishtetrore, s'po thonë, po antiligjore po se po. Cilat janë pritjet e juaj? Cili është opinioni juaj? Do të ketë formim të institucioneve tani në këtë 15 ditë që ka afat zotri Konjufca, apo qytetarët do të dalin prap në zgjedhje të jashtëzakonshme? Po, shiko, unë që thash, unë jam mërgjimtar që i ardhënërisht. Megjithatë, jeni që i përcjellni. Po, i përcjellni dhe që pas dëshirë që me u stabilizu edhe me u zgjedh një qeveri, nuk po thëm a më pëlqen as më pëlqen, nuk është punë e jamja, por unë menoj që Konjufca duhet me u zgjedh deri në prill. Me votat të kujt? Konjufca ka 15 ditë, afat kohë 15 ditë. Ose do të zgjidhet ose vendi do të shkon në zgjedhje. Ose vendi do të shkon në zgjedhje, për fat keq. Duhet të lëshojnë pe partit opozitore? Ishte dash me lëshu pe, tash unë nuk di, do të lëshojnë pe, po unë nuk di pse t'jen kokëforta ashtu. Pse të mojnë qëndrime tash, pra. Si do të mund të funksionon një qeveri e pakicës, nëse nuk i ka numrat në... Jon 3-4 muaj në pyetje, sa shqon më shumë. Duhet disa gjona këherë me kqyr me zgishtas. Edhe nuk po them që është mirë ashtu, nuk është mirë hiç, po për disa arsye, edhe financiare edhe tjera, është mirë me pas një qeveri i Kosova. Zoti Kabashi, çfarë ka nevojë diaspora për vendin dhe çfarë ka nevojë vendi për diasporën? E bisedua më parë që lidhur me përkrahjen ose mbështetjen, votimin nga jashtë, por në aspektin ekonomik, në aspektin zhvillimor, sa janë të ndërlidhura vendi me diasporën? Unë menoj që duhet me konë edhe ma të lidhuna, po jo me qenë të lidhuna partjakisht. Mi u shmong ty në lidhje partijake, apo nëse është dikush biznesmen në diaspora, imi çdo kush duhet me konë i lidhën me LDK-n, apo me vetëvendosin, apo me në një parti tjetër. Unë menoj që të gjithë kanë mundësi, është mërgata shqiptare tashmë është një mërgatë shumë e madhe, shumë e fuqishme. Njerëzit nuk bojnë zonë, janë të shkollu shumë, edhe është mirë me kriju lidhe, por ju në baza partijake me të gjithë ata. Edhe shpresoj që ata janë shumë tetshëm për me ndihmu vendin e vet, secili për atyne që nuk ju njihet zoni, por që përparojnë. Çfarë konkretisht duhet të bëjnë institucionet e vendit kashit diasporës? Po, diaspora, unë që thash, do më thonë, mu personalisht, mu nuk më pëlqen nëse për shembull bëhen fushata partijake në mërgat. Ajo nuk është në dobine e njerëzve as atje, se i mandi që është nuk i lidh me vendin e vet në atë mënyrë, po i lidh me partinë e saktume. Duhet me pas një kujdes të madh që njerëzit me konë të lidhën ma shumë me interesat jetike të njerëzve këtu, me ekonominë këtu, kështu duhet me ekonomi destabilizume, me ekonomi të pastabilizume, nuk është lehtë me t'i kalu gjitha këto probleme që janë këtu të pranishme. Apo përdoret diaspora vetëm për elektorat? Për fat keq po. E thani që diaspora po shërben vetëm për elektorat dhe për asgjë tjetër. Kjo nuk është mirë. Nuk është mirë as për Kosovën, as për diasporën. Njerëzit nuk duhet me majt në kuptimin e keq syt knej, po duhet me majt duhet me ndihmu këtij vendi mu zhvillu ekonomikisht. Edhe ka mjaft njerëz që janë të shumë fushat e veta, që mund të ndihmojnë Kosovën, por unë jam kundër asaj, menimi jam është që njerëzit lidhen partjakisht me vendin. Në vendet e Ballkanit
kandidate tani për antarësim në Bashkimin Evropian është Mali i Zi dhe Shqipëria në rend të parë. Po, Kosova është e fundit, pas Serbisë, Bosnjës, e fundit është Kosova. Çfarë i duhet Kosovës? Kosova është se Shqipëria Që është të bëj hapat e fqinjve që të t'jenë saj mas për fori unik integrim. ta në mes veti. Partitë politike du t'jenë unike me njëna tjetrën, edhe për shembull si në Malzi ashtu edhe në Maqedoni sa unë e di, mos vetë personat që janë në listat zeza të caktuara të mos konkurrojnë, të mos jenë pjesë në ambicje për të qenë apo di unë kryeministra apo di ministra apo tjera. Kështu kjo ndodh në Malzi dhe në Maqedoni, unë sa e di ata që janë listat zeza nuk kanë konkurruar. Po flasëm për vendet të cilat janë në integrim në Bashkimin Evropian. Tani ka dalur që Mali i Zi dhe Shqipëria janë të parë Po. në këtë integrim që pritet në vitin 2029 ose 2030 të integruar, shpresoj. ndërsa Serbia, Bosnja dhe Kosova fundit janë shumë hapa pas. Çfarë i duhet Kosovës të ndryshon hapat e antarësimit drejt BE-s? Kosovës i duhet mas fari uniteti i brendshëm. Kosovës i duhet një pajtim i përgjithshëm, mos me vazhdu që ka vazhdu deri tash. Partitë politike nuk duhet me trajtu njëna tjetrën nga kondi, nga dritarja e anëmikut, po duhet me shiku si dallime caktume që janë për shembull partijake, ideologjike, edhe duhet lidhen me njëna tjetrën, edhe marrëdhëniet ndërkombëtare, marrëdhëniet me ata që e kanë shtiru Kosovën duhet të jenë gjithmonë të mira, edhe kur nuk duhet menohet për më prish këto marrëdhënie, po duhet më forcu edhe më tej. Zotëri Kaboshi për fund. Ka të ardhme Kosova të ndryshme dhe të shpejt, apo do t'jetë peng i të kaluës, peng i hatërmbetjeve, peng i natëve personale? Po për fat keq që to, si për i thu ti, partitë politike i kanë gjitha. E kanë urrëtitjen, e kanë gjuhën e ranë, e kanë gjuhën e helmet, ta quaj ashtu. Edhe nuk, kur keti fjalorin e ranë, dje se fjale e ranë e sjell fjale tjetër të ranë edhe nuk stabilizohet situata. Ta duhet me ditë se nuk janë aty për egot e veta, po janë për vendin e vetë, edhe duhet të jenë sjellshëm, edhe duhet me ditë si për çdo natë që të folë një fjalë që të qenë pigoje, janë njerëzit që i përcjellin çfarë thojnë. Zotë Kaboshi, faleminderit që ndatë kohën dhe opinionin për televizionin Arbëria. Shumë faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.